Unë kam një foto të kryeministrit tonë duke marrë pasta në Francë. E kam gjetë në Google edhe e kam bërë. Ke të restoranti, po? E kam të restoranti, Bardhëzim duket e ke pati. Po, është e foto edhe e njohin edhe t'ujt. Edhe vinë e shohin fillojnë të qesh. Po është problem, thonë, po s'është problem sepse vetë ka fotot që kam hedhur, ai e ka bërë. Është foto që çfarë pas? Mua m'pëlqejnë fotot abstrakte, është artistike, është e bukur. Cilën pas do zgjidhje ty gatuaja kryeministrit të vendit? Unë i kam gatuar kryeministrit disa herë. Vërtet? Besoj se kryeministri e din. I kam gatuar edhe te resorti kohët e fundit kur isha. Po kryeministri nuk është ndaj shumë mas pastave. Ai ka qef produktet vendas, besoj do e vlerësoj pastat e mia. Unë mendoj që mund të hajni pastë lehtë me këto stines, me këto sezonit. Shamo me shek, nuk besoj që ka provu një brum me shek kryeministri. Jo, as unë s'kam provuar. Atëherë me shek e kam provu 1000 veta në Lezhë para një jave. Duhet me provu. Është shumë fantastike. Sepse nuk e ka shek e thartë, nuk është shek e amël që t'i japë ëmbëlsi. Është e thartë dhe është perfekt nëse ti përdor pak djeg, smrena, pak spec. Është diçka fantastike.